ata janë kënë shkaktarët se lirie që e kemi sot. Ma vonë kuptohet me ndihmën e Amerikës, e Evropës, dhe këtë atyne që kanë dashur e na kanë përkrah. O diçka që unë bëtom, janë figura, janë heroj gjallë të venit tonë. Jo gjithmonë, e ke po kur thojnë do, po, respekt, asë jam politike, po ti mos e duj, mos e shajtash se është u gjiku. Kur të vjen, politikisht, kur mos e jarë votën, kush është goftë. Ama menoj që du të më konë gjithmonë bashkë, se i përket luftës. Gjithmonë du të më konë bashkë, pa dallim për cilin. Çka mendon për këto komente të njerëzve që ndoshta edhe nuk i përkrahin ish-krerët? Unë mendoj që njeri komenton sipas gjendjes emocionale që ka. Tu nis për vetës kur je në komunikacion, ti je shumë mirë, ndoshta vjen një kërë në dyqen e thuaj inshallah thef qafën, ti thua ndoshta ajo është për gut, ama ti nuk e din. Ose kur ti je për gut, ki ta zojnë rrugën. Ndoshta i shon këtë kjera që ai ki përpara, çau nale, a çto e gjetëm nal, ai nuk e din që ti je për gut. Kështu që gjithmonë njeri komenton në bazë gjendjes emocionale. Jo gjithmonë është qysh e ndim për një me qysh është ashtu. Ama kur gjithë së më pengon kur komenton dikush, edhe nëse shon, po shto profilat të rreshëm që janë vojë, diçka është, dhe me thonë nuk e di ka po dalin, dhe me thonë njën si s'pedi që me thonë si bubretat mas